informatat që kemi, sidomos të shkencat kompjuterike që është një fushë që ka një zhvillim ditor. Brenda orës. Është e pamundur domethënë që një person pavarësisht thirrjeve akademike gjërave ta ndjekë hap mes hapi këtë zhvillim. Unë ju them gjithmonë, atë që di unë do ja u tregoj, po ju lutem edhe atë që ju e dini, të cilën unë nuk e di, ndihuni të lirshëm të ma thoni, sepse kështu pasurojmë dijet e të gjithëve. Dhe mundohem gjithmonë ta kem këtë raportin e hapur, komunikativ, mundohem ta bëj gjithmonë interakcion. E rënd jam veç ditën e testeve. Aty të testet s'fal heq, Aty jam shumë e rënd. Po t'i pysim studentët kush e di se çfarë do thonë, kështu që mirë që të kam ty edhe të kam përpyetje tjera. E thonë në vlerësim në çdo semestër, kështu që mirë është. Okej. Jemi gati për disa pyetje që në pas të titullit të rubrikës Angel apo Djallë, përgjigjet tua do të na çojnë nga përqindja, njëra më shumë ose më pak. Sa kafe në ditë pi Edlira? Maksimumi 2. Një në mëngjes gjithsesi me i qelsyt, mundem edhe një pak më vonë, po më shumë se 2 jo, sepse pastaj kaloj në... E vërtet, këtë e kam edhe unë biles me një, po ndala mirë është. Çka do të bëje nëse do t'ishe në gjininë e kundërt për një ditë? A ke mendu ndonjë? Po pse për një ditë, pse më kufizon? Për 24 orë, konsideroj që janë mjaftueshëm për të bërë, çka do që të shkonte në mendje? A mund ta bëj milaimin femër atë ditë? Okej, ja jam gjithë detyrat që i bëj unë gjatë gjithë ditës. Mirë do ishte. E di çfarë, dhe tash më mbushë mendjen 48 orë. Do t'i marr gjithë detyrat. Dhe mundësisht ditët e kuqe. Okej, aty që ta vuj ta mondëm. Një sekret për Edën që nuk e di askush, por ja sot ti ke vendosur me na tregu. Pse s'më përgatitet më përpara që ta kisha menduar çfarë se ti studentët i përgatit të testeve? Po, gjithmonë ju bëj para përgatitje para testeve. Okej. Zimi besoj duhet ketë dërguar disa linqe të rubrikës apo hiç? Si ka kryer detyrat? Keq. Direkt. Po e di Zimi që gjindem, se ka problem. Një sekret, pavarësisht se në ekran dukem shumë e fort, apo dukem herë e qeshur, domethënë, ose shumë e qeshur, ose si grua e fort, jam një person jashtëzakonisht shumë i ndihshëm. Domethënë që mjafton shumë pak edhe në shohim komplet. A ke vështirë nëse e shpërfaq këtë, ose që të tjerët e din, kur flas të tjerët, ata që nuk të njohin shumë? Jo, nuk e kam, nuk e fsheh. Nuk e fsheh. Nuk e fsheh. Se dikush e përdor si mburoj që të mos fa tregojnë një fjalë pikën e dobët dhe që të mos e shfrytëzojnë për... Jo, nuk e fsheh, e shpreh, mundohem domethënë sidomos